Më kujtohet mu një hoq gjatë kohës studimeve të regon në Rabi, thot, ishim të hecë në rrugë dhe në rrugë shofim një ndeshje të komunikacionit, nalemi dhe dalim për të pa se çfarë ka ndodha, ka mundësi dikujt t'i ndihmojmë për aty në të aksidentume. Dhe shohim thot disa të rinë në një automobil të cilët kishin bë ndeshje vdekje pruse dhe ishin momentet e fundit të jetës tyne në këtë botë. Dhe në vend se të shqiptonin shahadetin që ka thënë pejgamberi alayhis salatu selam, fjala e fundit fjala e fundit e dikuj për juve që e fletin këtë botë, nëse është la ilaha illallah dakhala al-janna, ky person do të jetë xhenetli. Dhe sa thot ky i cili kishte shku për t'ju ndihmu këtyne djemve të ri, thot kur ju afruam aty në të aksidentuar dhe po e shohim, ende ishte thot CD-ja, shihej se ishin të ndëgju muzikë, dhe sa në vend se të shqiptonte ky djalë shahadetin, thot përsëriste refrenin e fundit të këngës që ishte të e dëgju. Dhe ishte ende gjuha e tij, në vend se të bënte dhikr Allahun Teala, gjuha e tij vazhdonte që të bënte, të përkujtonte fjalë të kota të cilat pa kurrë mdyshje të ulemaja e dietarët islam është e ndaluar, sikur që është çështja e muzikës. Andaj është shumë më rëndësi që tërë jetën tënde të jesh i përkushtuar në adhurimin e Zotit tënd, për arsye se ka mundësi që nesër Allahu subhanahu wa taala kur ta takon Allahun Teala të takon në gjendjen më të mirë, që Allah me ta mundësu edhe vdekjen e mirë. Se nëse jeton jetë të brisht, edhe vdekja ka mundësi me të ardhë e tillë.